ai regjim, edhe si nodhi 7 prilli. 7 prilli nuk ka vepër për shqiptarësh. Italia nuk pyeti kënë kur ardhë në Shqipëri. Komunizmi është pushtim nga komunistat shqiptarë. Nuk erdhën rusë në Shqipëni, këtu ndryshon. 7 prilli vjen më mirë nëpërmjet gojës së funksionarëve të lartë të shtetit italian, siç është Contigiano, ministri i jashtëm, vëllai Mussolinit. Ka lënë ditaret e tij para pushkatimit, edhe flet mënyrën më eksakte për Shqipërinë. Edhe përmi gjitha janë kujtimet e Jakomonit, që i ka shkruajt për Shqipërinë. Jakomoni ka kenë, si me thonë, në kam si mretit, po i kishte kenë 20 vjet diplomat Shqipëni. Mas luftet, a i ka bo një 2 vjet burg, mas 49, a i ka punu prap ministrit e jashtme, Jakomoni. Edhe në qofë se këto historian, ose pse do historian, që dun me kundërshtu historinë edhe me dokumenta, ne i binë atë dokumentat në lërë. Qa thot Contigiano? Qa thot Jakomoni? Jakomoni e thot vet, i pari që më tha, po fillon lufta 2 botërore, ka kenë mreti Zuk. Unë ishe i diplomat karrieret, thot, nuk e kuptova që po fillon lufta 2 botërore. Ne do të pranojmë që edhe fuqitë e mëdha nuk kanë kenë rregull në atë kohë. Sidomos Anglia. Kur Hitleri muri fuqinë në dorë, edhe u bëm një shtet militar, ne kemi konferencën e Muniut. Mas konferencës Muniut, kryeministri angles tha, Hitleri është demokrat, thot. Me Hitlerin jena në rregull, kur Hitleri kishte kap Çekin. E kishte kap një pjesë Çekis. Edhe këta i qitën Çekin se po kënaqen oreksi i Gjermanisë. Hapja e Gjermanisë, se Gjermania ishte myll si ekonomi, nuk ishte ku të eksportonte. Ky ishte shkaku i luftës 2 botërore. Nuk ishte ku me eksportu, edhe kapi Çekin. Në këtë kohë, pa lejen e kërkujt, Mussolini bani si kundërpesh, bani pushtimin e Italisë, që edhe ai të hapte rrugën drejt të Greqisë. Në këtë kohë, kur u bë pushtimi, bisedat edhe arkivat shtetënore, shqiptare, që janë dokumentat, edhe dokumentat italiane, e flasin shumë qartë çfarë luftet ka bë mreti në atë kohë, për mreti për mu shmang pushtimi fashist. A mund të shmang të pushtimi fashist? Nuk mund të shmang. Tash si dalim ke rezistenca. Dikush thot që zogu ja shiti Italisë, e shiti Shqipërinë. E kush e thot këtë? E thë një pjesë që ne e kemi shit Shqipërinë ekonomikisht, politikisht ke Jugoslavia, mas 45. Mos harrojmë se në 46-47 ne kemi një marrëveshje me Jugoslavët, kur kena vu dinarin barabart me lekun, që e ka firmos në Kospiro. Bila ja trastia ma madhe ekonomike që a bërë Shqipërisë, ishte raporti 11, u bë 1-1, kur kush nuk flet për këtë. Edhe shkoj manet deri, edhe i reflektoj, edhe dikur shkoj, a vetë vrasja, a vran, kjo është histori tjetër. Po kështu, çdo gjë që a blejt në Rusi, për para, edhe në a blej me arë, ku mur shqiptarve? O mur, se në kohën e zogut, shqiptarë punun me arë, punun jetesa, tregtia eci, në kohët italisë tregtia eci, e gjitha, nga anë ekonomike u zhvillu si vend, edhe konceptet e ndërtesave. Shife ndërtesat e kohës italisë, i këtë qenër që po luftohet sot në Tiranë, e kanë po në kohët zogut e po, me inxhinierat më të mirë italian, me ekspertat, që sot pa prishim. Një prej këtyne arkitektave që ka bo bankën e Shqipërisë, sot është, kam një gjuhë një mision, ishte krye arkitekt më të mirë të New Yorkut, edhe i thane, unë jam italian, e mojnë intervjis, kusha punimi jot i parë, punimi i parë diplomës është Banka e Shqipërisë. Dhe me thonë, çfarë njerëz kanë punu në atë kohë në këtë vend. Edhe janë gjana që ne qendrën edhe bulevardet e kena model. Pak ose as pak qytetet të mëdha e kanë këtë në hapësinë, sa janë zvoglu shumë. Tashti, au do të rezistote mreti Zog, apo së do të mërësi?
Për një moment, analistët thonë që u do të me rezistu. E ku të rezistosh, ti thush Francës, a rezistoj Franca Hitlerin? Nuk e rezistoj. Për arsye që vija imagino, mbrojtja që boni Franca ishte e pakalueshme. Kështu thot atëherë, vija imagino është e pakalueshme. Hitleri për i muaj e mor Francën. Francën që ishte mretnesha Europës, edhe e mori. Belgjikën, për sa ka morë? Holandën, për sa ka morë? Sa kanë po makinat me ecë? Por ata makinat ushtarake. Aq ko. E vërteta është që Zogu nuk e pranoi pushtimin fashist. Çfarë do kishte ndodhur nëse Zogu do pranonte pushtimin fashist? Historia nuk mund ta thotë, po japin menime të ndryshme. Holanda ka njohur pushtimin fashist. Danimarka ka njohur pushtimin fashist. E ka njohur. E ka njohur pushimin nazist. A kupton? Edhe s'kishte çfarë më bëj njofti. Po. Krijuan çka krijuan, shpëtuan çka shpëtuan. Po. Në qoftë se ne do bëjmë rezistencë kundër italianëve, rezistencë të armatosur, që thënë zakonisht apo dash me vesh Zogu opingat, aja fjala opinga është për opinion publik. Edhe do ishin vrarë 200.000 shqiptarë. Edhe do kishte ndodhur e çfarë do kishte ndodhur. Dikush mund thotë sa mirë luftuan grekët. Po ne nuk jena të barabartë në pozicionin historik, gjeografik, me Greqinë. Pse? Greqia është, si më thonë, e përgdhelur e Anglisë. Aja mretnesha, burrin për i Greqijet e ka. E kush është lobi grek, e kush kemi ne. Ne sa ka konsideru, ne s'kemi shken shtet atëherë. Një i shtet 1920 filloi. Filloi kur ishte me kongresin e Lushjes, edhe ministrët brendshëm Ahmet Zogun. Atëherë filloi shteti i vërtet. Sa Ismail Qemalit ishte ungrit flamuri, ishte si pambarsi, po shtet nuk ishte. Shqipëria ishte pa kufin, po. Grekët do luftojshin, se ishin anglesë që do luftojshin atje. Grekët, në qoftë se dhe kishin vu vesh, në qoftë se ishte dasi mas Teheranit, marrëveshjes Teheranit, nërmjet nërmjet Rooseveltit edhe të Stalinit, Grekët do të ishin komunizëm. 90-10 ka kenë. Por Churchilli të ditë rëndësinë e saj ka shku në Moskë, a vërtetuar është dokumenti, edhe e ja lanë Greqisë. Greqinë e bane të djathtë. Edhe i përzun komunistat grek. Kjo është histori tjetër, që ndodhen provokacionet, që thëmë në 2 gustit, për në vërtet janë provokacionet tona që kena bë kundër të mbrojt komunistat grek, edhe histori tjetër. Pra ne nuk mund krahasojmë vetveten në kontekstin historik me Greqinë. Greqia edhe sot është e privilegjuar e Europës, edhe sidomos e anglezëve. Po kështu, të kapim çështjen shqiptare. Pse iku Zogu, thonë ta? Po si ka ik Zogu, ka ik edhe mreti i Serbisë. Ka ik edhe mretit kanë ik, ata që nuk pranuan pushtimin, kanë shku se nuk ka kuptim. Qofse kapet mreti marrën e punë. Ne shkojnë në ekzil. Edhe historiografia shqiptare komuniste ka pa thonë, Zogu ka shku edhe Kadareja përmend, dikur e përmendte, ka shku si turist në Lituania, Estoni. Tash dele vërteta që Lituania, Estoni ka shku kur ka ik nga lufta dytë botërore për me shku në Angli. Rruga atëherë ishte. Ka shku dhe në Suedi, ka shku në Poloni, si apritë, me thonë, këta janë ngjarje historike që nuk ka shku për qef. Edhe. Tjerë thënë, ka vjell arkën e shtetit. Kështu akuzohen të shtatë pritë. Arka e shtetit nuk është të vërtet, ka i ka morë rrogat edhe firma aty. Është firma. Këtë është dokumenti, ai që ka kënë gubernatori bankës atëherë, i ka thonë, ju po vini me morë rrogat, po kështu duhet firma. Se unë jam magazinjer këtu, edhe dul, firma sa kanë marë. Dikush i thot me valigje, dikush i thot me tonë. Ta janë që ne nuk i thënë vërtetat. Ma ne, ari Shqipërisë në atë kohë, ishte i rujton, një pjesë arit, ishte i rujton në Romë. Edhe ata Gjerman, një atë arë kanë marë, pa jo, ishte ari që është 1939, edhe 20, sa kuptan, ishte ari, me qenë që Shqipëria nuk ishte stabilitet, se ishte luftë dytë botërore, edhe rujtën, ma mire rujtën në
Romë. Më vonë nga Roma në kohën e regjencës ka kalu në Berlin me lejen e shqiptarëve. Edhe jo ashtu si mund thot dikush e kanë grabit. Me lejen e shqiptarëve. Ju dha shqiptarëve në kohën e regjencës, por qofse do vishin avionet, mund të bombardojshin edhe Marote e Thasari, atëherë thënë, edhe kur u gjet mas 45, janë gjet 59 qese të edhe arka të fondit shqiptar. E thash këtë, tash unë po jap vetëm dy ngjarje që komunistat nuk mund të thënë që kena luftuar me 7 periudhë. Pse atë kohë komunizmi ishte bashkë me Hitlerin. Fitoret e Hitlerit u qyshin fitoret e të majtës, se Hitleri ishte socialdemokrat, kuptimin po. Kjo ka që vërtet është kjo punë, si puna historisë që ndodhi tashti që urzu presidenti i Polonisë për një vrasje që kanë bë 22.000 oficera, 22.000 oficera që janë vrarë nga Stalini, bashkë me Hitlerin, kur u prishin, Hitleri tha i ke vrati. Domethënë, 7 periudhë gjatë luftës dytë botërore, fitoret e Hitlerit e fashizmit u quajshin fitoret e të majtëve. Në 41-shin, kur ndodhi ç'a ndodhi, atëherë u çunën në lestën kam, edhe fillun me kriju gjenin. Kujtoni një çast, ju lutem, mitingjet madhështore. Kudo në Shqipëri. Kudo në Shqipëri.